Për dekada, na ushtën se bomba atomike I dha fund luftës së dytë botërore. Por ç'nëse e vërteta pas Hiroshimës është ajo që librat e historisë na mësuan? Ç'nëse kishte motive të fshehta, paralajmërime sekrete dhe prova të shtypura rreth asaj që vërtet ndodhi me 6 gusht 1945? Në hetimin e sotëm, ne rimendojmë misterin e panjohur të Hiroshimës, një histori që bota nuk kishte për ta dëgjuar kurrë. Në një mëngjes të qetë të hënës të vitit 1945, qyteti I Hiroshimës bë qendra e ngjarjes më shkatërrimtare të historisë njerëzore. Brenda sekondave, një qytet u zhduk, por prapa këtij momenti qëndron një mister më I thellë, vendime politike, rivalitete shkencore dhe dëshmitar të heshtur që dinin më shumë nga sa mund të thoshin ndonjëherë. Ky video shkon përtej shpërthimit në motivet, mitet dhe misteret që ende e mbysin 6 gushtin 1945. 5 gusht 1945, një ditë para se historia të ndryshonte përgjithmonë. Njerëzit e Hiroshimës u zgjuan në një lloj qetësie të çuditshme. Qyteti, ndryshe nga shumë të tjerë në Japoni, ende qëndronte. Tokyo, Osaka, Nagasaki, të gjithë kishin pësuar sulme ajrore brutale për muaj të tërë, por Hiroshima ishte e paprekur, pothuajse sikur të ishte kursyer me qëllim. Për qytetarët ishte një mister. Për ata pak që po I kushtonin vëmendje të vërtet, ndihej si një paralajmërim. Atë mëngjes, fëmijët e shkollës fshinin rrugët, gratë përgatiteshin oriz dhe burrat ktheheshin në punë, me rutinën e tyre që maskonte një ndjenjë të qetë shqetësimi. Qiejt sipër kishin qenë të qarta në mënyrë të çuditshme për ditë, por bombarduesit amerikan nuk dukeshin askund. Shumë banor filluan të pëshpërisin. Pse jo ne? Shtabi ushtarak I Japonisë kishte pyetur të njëjtën gjë. Qeveria kishte marrë raporte se avionet e zbulimit, B-29-at e zbehtë argjende, kishin fluturuar mbi Hiroshimën vazhdimisht. Nuk lëshonin bomba, nuk sulmonin. Thjesht rrotulloheshin, fotografonin dhe iknin, her pas here. Këto fluturime quheshin misione zbulimi moti, por në realitet ishin diçka shumë më të ftohtë. Ato ishin sondazhe objektivi, prova për atë që do të vinte. Imagjinori pamjen nga toka, nënat duke varur rrobat, punëtorët që drejtoheshin drejt fabrikave, dhe mbi ta zurma e motorëve të largët, një zë që kishte bërë shumë të njohur për t'u injoruar. Por këtë herë, asnjë siren nuk u lëriu, asnjë bombë nuk ra, vetëm qetësia e çuditshme të një qyteti që priste diçka që nuk e kuptonte. Thashëtheme filluan të përhapeshin. Disa thoshin se Hiroshima po kursehet për shkak të rëndësisë së saj kulturore. Të tjerët përshpërisnin se strehonte të afërmit e familjeve amerikane, por pak dyshonin diçka më të errët, se Hiroshima po ruhej për diçka të posaçme. Kishte edhe shenja shqetësuese, raportet e fletpalosjeve amerikane të hedhura në qytetet fqinje, duke paralajmëruar civilët të largohen prese të vinte një shkatrim I madh. Por Hiroshima nuk mori ndonjë lef flet të tillë. Njerëzit aty u lanë në heshtje, u lanë në qetësi. Inteligjenca ushtarake japoneze I vuri re këto paterne. Ata u përpoqën të deshifronin atë që amerikanët po planifikonin, por edhe ata nuk mundin ta kuptonin. Hiroshima nuk ishte një bazë ushtarake e madhe, krahasuar me të tjerat, as një flot, as një divizion ushtrie I rand. Ishte megjithatë një qendër komunikimi, një qytet I ndërtuar rreth një rrjeti lumi që shkëlqente si një rrjet nga lart, objektivi I përshtatshëm për një demonstrim. Ndërsa ra nata e 5 gushtit, një energji e çuditshme dukej se mbetej në ajër. Të mbijetuarit do të kujtonin më vonë se hëna shkreptiu jashtëzakonisht ndritshëm atë natë. Ajri ishte I ngrohtë dhe cicërimat cicëronin pa pushim, pothuajse sikur vetë natyra të kishte ndjetur çfarë po afrohej. Brenda postave të komandës së ushtrisë perandorake, oficerët shqyrtonin raporte të tjera avionesh amerikan të parë lart mbi tokën kryesore, shumë më lart se shkallët normale të bombardimit. Lartësitë ishin kurioze, shumë lart për të hedhur shpërthyes konvencional. Disa spekulonin se këta avion po bartnin instrumente të veçanta. Askush nuk dinte se në disa orë, njëri nga ata avion do të bart armën më vdekjeprurëse të ndërtuar ndonjëherë nga njerëzimi. Në të njëjtën kohë, larg përtej oqeanit paqësor, në ishujt Mariana, një pilot I ri me emrin Paul Tibbets po I përgatiste ekipin e tij për një mision të mbuluar me sekretësi. Avioni me emrin Enola Gay ishte pajisur me diçka për të cilën ekipi as nuk ishte informuar shumë. Vetëm oficerët e lartë dinin se ishte një bombë vetme që mund të jepte fund një lufte ose të fillonte një lojë të ri. Sërish në Hiroshim, jeta e zakonshme vazhdonte. Njerëzit mblidheshin nëpër shtëpitë e çajit, tregjet gumzhinin dhe fëmijët stërviteshin ushtrime mëngjesi.
Disa vënda zvun re një numër të pazakont kandras duke notuar pranë lumenjve, një detaj i thjesht natyral, por një të cilin të mbietuarit do ta kujtonin gjallërisht më vonë, pothuajse simbolikisht. Në agim, një mësuese me emrin Yoko Tsanamorei ecën përgjatë lumit Meriasu dhe shkroi në ditarin e saj: "Qielli është shumë blu sot, diçka ndihet ndryshe." Ajo nuk gabonte. Në orën 7 të mëngjesit, sirenat e sulmit ajror i ul ritën shkurtimisht. Një B-29 i vetëm ishte diktuar nga radari, por kur nuk pasoi asnjë sulm, u dha sinjali: "Gjithçka është mirë." Në orën 7:31 të mëngjesit, njerëzit u kthyen në rutinën e tyre, duke menduar se ishte vetëm një alarm tjetër i rem. Ai avioni vetëm ishte Enola Gay. Momentin kur kaloi mbi Hiroshimën, pothuajse askush nuk ngriti syt. Lufta i kishte mpirë ndej zërit akmarrjes. Për ta, ishte thjesht një avion tjetër amerikan që kalonte. Por ky nuk po fluturonte thjesht, ai po saktësonte objektivin e tij. Në orët para atij momenti, një ndjenjë paqe e çuditshme mbuloi qytetin. Disa të mbietuar do ta përshkruanin më vonë si shumë të qetë për të qenë e vërtet. Të tjerët thanë se zogjt dukej se u zhdukën. Drita e diellit u bë e ashpër, pothuajse verbuse. Dhe pastaj gjithçka ndryshoi. Qyteti që kishte qenë i kursyer për aq kohë, ishte gati të bëhej dëshmitari i parë i agimit të një epoke të re dhe të mërshme, njëra e lindur jo nga strategjia, por nga sekreti, politika dhe një uri për të kontrolluar fuqinë e atomit. Qetësia e çuditshme e 5 gushtit nuk ishte rastësi, ishte heshtja para të pakonceptueshmes. Në pranverën e 1945-s, ndërsa lufta e dytë botërore po zvarritej drejt fundit të saj brutal, një grup vogël burrash u mblodhën në dhomat sekrete nëpër Washington DC dhe Meksik të Re. Ata nuk ishin general apo komandant të fushës betejës, ishin shkencëtar, politikan dhe strateg të bashkuar në një mision të vendosnin ku do të binte bomba e parë atomike. Vendimi, edhe pse u paraqit si një domosdoshmëri militare, ishte shumë më kompleks, i shtresuar me politik, shkencë dhe një uri për fuqi që do të formonte botën për breza. Në zemrën të këtij vendimi qëndronte një komitet, Komiteti i Objektivit. Ai më takua në Los Alamos dhe më vonë në Pentagon. Qëllimi i tij dukej drejt për drejt: identifikoni objektivin. Ideal për të demonstruar fuqinë shkatrimtare të armës dhe shpresërisht të jepte fund luftës shpejt. Por në atë shpjegim zyrtar qëndronte një pyetje tjetër. Jo vetëm se ku të hidhej bomba, por pse atje? Pse Hiroshima? Komiteti diskutoi shumë qytete: Kyoto, Kakura, Yokohama, Niigata dhe natyrisht Hiroshima. Kyoto ishte fillimisht zgjedhja kryesore. Ishte kryeqyteti i lashtë i Japonisë, i pasur me histori, kulturë dhe ndikim intelektual. Shkatrimi i tij do të kishte thyer moralin e Japonisë. Por kur sekretari i luftës Henry Stimson shqyrtoi listën, ai kundërshtoi menjëherë. Ai kishte vizituar Kyoton para luftës, kishte ecur nëpër tempujt dhe kopshtet e tij dhe ndjente se ishte shumë e bukur, shumë e shenjtë për t'u shkatruar. Vetëm ndjenja e tij personale e shpëtoi Kyoton nga zhdukja. Me një goditje lapsi, Kyoto u fshi nga lista. Emri i Hiroshimës u ngjit lart. Fati i Hiroshimës, disa do të thoshin, u vulos jo nga strategjia, por nga simpati për një qytet tjetër. Por kishte arsye më të thella. Nga perspektiva taktike, Hiroshima ishte pothuajse e përsosur. Ishte një qytet i shesht, i rrethuar nga male, gjeografia ideale për të kapuar dhe përforcuar fuqinë shkatrimtare të shpërthimit. Ishte gjithashtu mjaft i madh për të demonstruar efektin e plot të bombës, por mjaft i vogël për shkatrimi total të ishte i matshëm. Asnjë kamp i madh i burgosurve aleat nuk ishte afër dhe kishte dëmtime minimale nga sulmet e mëparshme, që do të thotë se pasojat e bombës mund të studioheshin në izolim. Po, studioheshin, sepse ky nuk ishte thjesht një akt lufte, ishte gjithashtu një eksperiment. Shkencëtarët në Los Alamos donin të dinin saktësisht çfarë mund të bënte krijimi i tyre ndaj një qyteti të vërtet funksional. Ata kishin nevojë për të dhëna të pastra, të pakorruptuara nga bombardimet ose zjarret e mëparshme. Hiroshima ishte tragjikshmërisht laboratori i tyre përsosur. Në dokumentet sekrete të deklasifikuara dekada më vonë, gjuha e përdorur nga komiteti ishte klinike në mënyrë të ftohtë. Fjalë si rendim optimal, demonstrim
dhe vlerësimi i ndikimit psikologjik zëvendësonin ndonjë term njerëzor si jetë ose familje. Për ta, Hiroshima ishte një rrjet objektivi, një sit për vëzhgim, por kishte më shumë se shkencë pas vendimit. Politika e kohës ishte shpërthyese në mënyrën e vet. Lufta në Europë kishte mbaruar, Gjermania kishte kapitulluar dhe Bashkimi Sovjetik po përgatitej të hynte në frontin e paqësorit kundër Japonisë. Hedhja e bombës atomike, para se kjo të ndofte, nuk do të detyronte vetëm kapitullimin e Japonisë, do të dërgonte gjithashtu një mesazh të pakundërshtuar për Stalinin. Kjo është fuqia e re e Amerikës. Pra, ndërkohë që Hiroshima u zgjodh zyrtarisht për t'i dhënë fund luftës shpejt, jo zyrtarisht, u zgjodh gjithashtu për të filluar një lloj tjetër lufte, një të ftohtë. Brenda projektit Manhattan, disa shkencëtar filluan të vënin në dyshim vijën morale që po kalonte. Fizikanti Leo Szilard hartoi një peticion duke urgjuar presidentin Truman të mos e përdorte bombën, pa lajmëruar fillimisht Japoninë. Disa shkencëtarë nënshkruan atë, duke paralajmëruar se historia do ta gjykonte atë veprim si krim kundër njerëzimit. Por peticioni nuk arriti kurrë tek Truman. Ai u ndalua nga generali Leslie Groves, kreu ushtarak i projektit, i cili besonte se ngurishtimi moral nuk kishte vend të kohës lufte. Ndërkohë, Japonia ishte tashmë në prag të kolapsit. Marinës i ishte çaktivizuar, qytetet e saj po digjeshin, qytetarët e saj po vuanin urinë. Disa raporte të inteligjencës amerikane sugjeronin se Japonia po kërkonte mënyra për të kapitulluar, ndoshta nëpërmjet ndërmjetësimit, por ato raporte u hodhën poshtë. Udhëheqja në Washington donte diçka vendimtare, diçka që do të garantonte kapitullimin e pakushtëzuar të Japonisë dhe do të justifikonte koston e madhe të projektit Manhattan, një projekt që kishte konsumuar $2 miliardë dhe përpjekjet e më shumë se 100.000 njerëzve. Ajo bombë duhej të përdorej. Më 25 korrik 1945, urdhri u nënshkrua. Dokumenti ishte i drejtë për drejtë dhe i ftoftë. Bomba e parë e posaçme do të hidhet sapo moti të lejojë pas 3 gushtit mbi një nga objektivat e mëposhtëm: Hiroshima, Kakura, Nagata ose Nagasaki. Hiroshima ishte e para në listë. 3 ditë më vonë, ndërsa bomba atomike quajtur Little Boy po ngarkohej në Enola Gay, presidenti Truman ishte në bordin e USS Augusta, duke u kthyer nga konferenca e Potsdamit. Ai sapo kishte takuar Churchillin dhe Stalinin. Atje, copat e fundit të tabelës globale të shahut ishin vendosur. Deklarata e Potsdamit i ishte drejtuar Japonisë: kapitulloni pa kushte ose përballoni shkatrimin e menjëhershëm dhe të plot. Por fjalët bombë atomike nuk u përmendën kurrë. Udhëheqësit e Japonisë, duke mos ditur natyrën e armës, e injoruan paralajmërimin dhe kështu urdhri qëndroi. Zgjedhja e Hiroshimës nuk kishte të bënte vetëm me gjeografinë ose vlerën ushtarake, kishte të bënte me simbolizmin, kishte të bënte me demonstrim ndaj botës dhe veçanërisht ndaj Bashkimit Sovjetik se Amerika kishte shfrytëzuar armën ultimate. Hiroshima, në thelb, u zgjodh për të bërë një deklaratë që jehoi shumë larg oqeanit paqësor. Më 5 gusht, ndërsa Paul Tibbets dhe ekipi i tij po informoheshin për misionin, atyre nuk ju tha madhësia e plot e asaj që po bartnin. Operacioni quhej Misioni Special 13. Objektivi i tyre i shënuar thjesht në hartë, Hiroshima, dhe në sallat e qeta të Washingtonit, ata që kishin nënshkruar vendimin prisnin, duke ditur se deri në agim në anën tjetër të botës, njerëzimi do të kalonte një prag nga i cili nuk mund të kthehej kurrë. Ishte pak mas mesnate, 6 gushti 1945, ishujt Mariane shtriheshin në një qiell plot yje. Në ishullin e Tinjanit, një grup i vogël burrash po përgatitej për një mision aq sekret sa edhe vetë ata nuk e kuptonin plotësisht. Ekipi i një B-29 Superfortress të njohur si Enola Gay ishte informuar, por jo njoftuar. Ju tha se ishte një sulm i posaçëm bombardimi, diçka që mund të jepte fund luftës. Asnjë detaj, asnjë diskutim, vetëm urdhra. Kolonel Paul Tibbets, piloti 30 vjeçar, kishte zgjedhur vetë ekipin e tij për këtë detyrë.
11 burra që i besonin plotësisht. Për ta, Tibbets ishte i qetë, i disiplinuar dhe i guximshëm, por edhe ai mbante atë natë një barr më të rëndë se çdo ngarkesë që hidher nga qielli. Bomba brenda avionit kishte marrë nofkën Little Boy. Nuk ishte një thjesht cop municioni, ishte diçka që bota nuk kishte parë kurrë. Teknikët me veshje të bardha punonin në heshtje rreth armës masive, lëvizjet e tyre mekanike, të stërvitura, precize. Një klamp cilindrike, mbi 1.000 pound metali dhe uraniumi, ndodhej në kabinën e bombave, e armatosur me një mekanizm zjarri aq kompleks, sa edhe një gabim i vetëm mund të nënkuptonte. Fatkeqësi. Shkencëtarët i kishin paralajmëruar se kjo nuk ishte një bombë konvencionale. Shpërthimi i saj do të lëshonte energji të barabartë me mijëra ton TNT. Megjithatë, askush nuk dinte me të vërtetë çfarë do të ndodhte pasi të binte. Në orën 2:45 të mëngjesit, motorët e Enola Gay u zgjuan. Avioni rrokullisej poshtë pistës, i rëndë dhe i paqëndrueshëm, ndërsa u ngrit. Burrat brenda nuk u gëzuan, thjesht shikonin përpara në qiellin e natës, pa e ditur se po fluturonin drejt historisë. Për orët e para, misioni ishte rutinë, të paktën sipërfaqe, por heshtja brenda avionit ishte e dendur. Kapiteni Theodore Van Kirk, navigatori, i kishte sytë të fiksuar në harta. Major Thomas Farby, bombarduesi, shqyrtonte koordinatat e lëshimit her pas here, dhe në dhomën e radios, sergjenti Richard Nelson dëgjonte me kujdes transmetimet e mbushura me statike, duke marrë her pas here përditësime të koduara nga baza. Shumica ishin të shkurtra dhe të paqarta, thjesht mesazhe konfirmimi, por kishte momente të zbuluara më vonë në regjistrat e deklasifikuar të misionit, kur ndërprerje të çuditshme preknin aerovoltat. Transmetime të paidentifikuara, zëra të zbehtë, shpërthime të shkurtra statite, numra të koduar që nuk përputheshin me frekuencën e misionit. Ekipi do t'i hidhte poshtë më vonë, si ndërhyrje radiofonike, por disa analistë pas lufte besojnë se ato ishin përpjekje të dështuara përgjimi. Ndoshta operator radare japonez që ishin zbuluar avionin që afrohej dhe po përpiqeshin ta identifikonin. Të tjerë sugjerojnë se ishin sinjale të brendshme nga komanda amerikane, që monitoronte mekanizmin e armatosjes së bombës nga distanca. Deri më sot, regjistri i plot mbetet i pa plot. Në orën 5:52, Enola Gay u ngjit në 31.000 këmbë. Dielli filloi të linte prapa tyre, duke hedhur një shkëlqim të butë portokalli në përpaqësor. Ekipi mund të shihte konturin e zbehtë të Japonisë në horizont. Përpara fluturonin 2 avion të tjerë, The Great Artist, që bart instrumente shkencore, dhe Necessary Evil, i pajisur me kamera. Këta avion ishin pjesë të njëjtit mision, në ngarkuar me regjistrimin dhe matjen e ngjarjes. Ky nuk ishte thjesht një sulm, ishte një eksperiment në nënvëzhgim të përsosur. Ndërsa u afruan tokës kryesore, radari nxori rezistencë minimale. Mbrojtja aerore e Hiroshimës ishte e qetë. Operatorët e radarit të saj tashmë kishin hedhur poshtë pamjet e mëparshme, si avion veti. Japonezët ishin mësuar me B-29-at e vetme që fluturonin mbi krye, pa hedhur bomba. I quanin Scout veti. Askush në Hiroshim nuk dha alarmin atë mëngjes. Brenda Enola Gay, atmosfera u shtrëngua. Tibbets dha urdhrin për të armatosur bombën. Detyra i ra kapitenit William Dick Parsons, specialistit e armëve. Parsons dhe asistenti i tij, nëntokoloneli i dytë Morris Gibson, lëvizën me kujdes nëpër kabinën e ngushtë bombash, duke veshur gjaketa dhe helme. Parsons futi shpinat e ndezjes, duart e tij duke dridhur pak. Një iskër e vetme, një ngarkesë statike, mund të kishte detonuar bombën mi therë. Burrat mbajtën frymën. Kur shpina e fundit klikoi në vend, Parsons u ngrit syt dhe dha një nod të vetëm. Bomba ishte e gjallë. Heshtja radios u ruajt ndërsa u afruan objektivit. Zëri i Tibbetsit ishte i ulët, i qëndrueshëm, dhënë komanda të shkurtra. Ekipi ndoqi çdo komandë me saktësi ushtarake. Objektivi erdhi në pamje, një urë e forme T që kalonte lumin Oda,
pikërisht në qendër të Hiroshimës. Ajo urë do të ishte pika e synimit. Në orën 8:09 të mëngjesit, Enola Gay arriti qytetin. Poshtë, Hiroshima shkëlqeu në diellin e mëngjesit. Njerëzit po fillonin ditën e tyre. Punëtorët drejtoheshin drejt fabrikave, fëmijët ecnin drejt shkollës. Qyteti ishte gjallë, i pavetdijshëm për hijen që rinte milje mbi të. Dyert e kabinës së bombave hapur, tha Tibets. Farbe drejtoi kryqin e synimit në urë. Dora e tij e fortë në levën e lëshimit. Qyteti duke i qetë, shumë i qetë për atë që po vinte. Saktësisht në orën 8:15 dhe 17 sekonda, ai lëshoi bombën. Bomba larguar, tha ai. Enola Gay u ngrit papritur lart, paprit mas më e lehtë. Bomba ra në heshtje, duke u rrotulluar drejt qytetit. Brenda avionit, askush nuk foli. Numërimi mbrapsht filloi. Parsons filloi kohmatjen, 43 sekonda deri në impakt. Gjatë atyre sekondave, ekipi ktheu menjëherë djaftas, një manovër evazive e parallogaritur për t'i shpërtuar valës së shpërthimit. Sytë e Tibetsit ishin të fiksuar në horizont. Pastaj, një blic, një dritë e verbër e bardhë, më ndritshme se dielli mbushi qiellin. Një sekond më vonë, një valë tronditse u hodh në avion. Aeroplani u tund me dhunë, sikur ta kishte goditur një dorë e padukshme. Nga kabina, burrat shikonin në heshtje të shtangur, ndërsa një kolon masive zjarri u ngrit nga qyteti. Një re duke u dredhur lart, duke zier, me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë në bërthamën e saj. Tibets do ta përshkruante më vonë si një shtyll tymi me kërpudh mbi të. Për disa çaste, radio u mbush me statike. Pastaj zëra të zbehtë cakritin deri tek ata, i konfuzuar dhe i thyer. Frekuencat emergjente japoneze të dëshpëruara, kaotike. Askush nuk dinte çfarë kishte ndodhur, askush nuk mund ta konceptonte. Brenda Enola Gay, burrat nuk than asgjë. Farbe në fund përshpëriti, Zoti im, çfarë kemi bërë? Tibets nuk u përgjigj. Ai thjesht shikoi mprapa mbi supe drejt qytetit që nuk ishte më atje. Në minutat që pasuan, avioni ruajti heshtjen radiofonike. Regjistrat zyrtar nuk tregojnë asnjë mesazh të regjistruar nga Enola Gay gjatë fluturimit të kthimit, deri pothuajse një orë më vonë. Një boshllëk që ka shqetësuar prej kohësh historianët. Disa thonë se ekipi ishte thjesht i shtangur në heshtje. Të tjerë besojnë se pjesë të transmetimit u klasifikuan dhe u hoqën nga regjistrat publik. Sidoqoftë e vërteta, një fakt mbetet i sigurt. Në ato minuta të para pas hedhjes, ekipi i Enola Gay kishte parë diçka që syri njerëzor nuk kishte dëshmuar kurrë më parë. Një blic i vetëm që do të ndryshonte gjithçka që njerëzimi besonte rreth luftës, fuqisë dhe mbijetesës. Ora 8:15 e mëngjesit, 6 gusht 1945. Qielli mbi Hiroshim është pare, një blu i ndritshëm që duket pothuajse jo real. Njerëzit ecin nëpër rrugë, fëmijët e shkollës marshojnë në formacion dhe punëtorët drejtohen shtapat drejt posteve të tyre në fabrikat e Mitsubishit dhe arsenalit të Hiroshimas. Është një hënë e zakonshme mëngjesi, e qetë, e rehatshme, mashtruesi paqësor. Pastaj, në pak se një sekond, realiteti coptohet. Një blic, jo si rufeja, jo si zjarri, por diçka përtej kuptimit njerëzor. Të mbjetuarit do ta përshkruanin më vonë si një diell që dëndet nga qielli. Blici është verbues, djegur sytë kujdo që ndodh të shikoj lart. Hijet gënditen në mure, gur dhe madje mish. Njerëzit që shndrojnë në brigje apo në rrugë kthehen në silueta në një çast. Konturet e tyre mbeten të djegura mbi konkret, frymëra fantazmatike që ende e mbystin Hiroshimën sot. Në epiqendër, temperatura arrin mbi 4000 gradë Celsius, më nxehtë se sipërfaqja e diellit. Vet ajri merr flak. Brenda milisekondash, gjithçka, shtëpitë, pemët, trupat, thjesht avullohen. Forma njerëzore zhduket, duke lënë vetëm hije dhe hi. Ata pak jashtë rrezës së shpërthimit hidhen në ajër nga një valë tronditse që lëviz më shpejt se zëri. Dritaret shpërthejnë, copat e çfarëdo gjëje bëhen plumb dhe muret shemben.
bota kthehet e bardhë, pastaj portokalli, pastaj e zezë. Një erë ulëritse çan nëpër qytet, një uragan zjarri dhe pluhuri. Njerëzit janë shtypur, djegur, hedhur nëpër rrugë. Nxehtësia bashkon qerpiçet e çatis me xham, shkrir metalin dhe zjen ujin e lumit ku qindra kanë kërcyer për siguri. Pastaj heshtja sërisht. Për një çast të shkurtër askush nuk mund të dëgjojë. Qyteti ka humbur zërin e tij, zëvendësuar nga një zhurmë e çuditshme, një vakum ku dikur kishte jetë. Ata që mbijetuan shpërthimin e parë pengojnë në përrënoja që nuk ngjajnë më me shtëpinë e tyre. Nuk mund të shohin siç duhet. Drita u ka djegur syt. Disa janë zhveshur nga rrobat me forcën e shirë të shpërthimit, lëkura e tyre duke varur si shirita nga krahët dhe shpinat. Të tjerë, të shtangur dhe të djegur, endin në përrënoja tymse, duke thirrur familjen që nuk ekziston më. Nga lart, Enola Gay rrotullohet sërisht. Ekipi shikon poshtë drejt reve ngritëse, tani duke u ngritur mbi 40.000 këmbë në qiell. Nuk është vetëm tym, është pluhur, hi, metali i avulluar dhe mbetje njerëzore që rrotullohen në një formacion monstruos, një lloj i ri stuhie, e lindur nga shkenca dhe lufta. Ajo re kërpudhash do të bëhej një nga simbolet më gjendjellëse të shekullit të 20. Por brenda saj, diçka tjetër po ndohte, diçka që edhe shkencëtarët nuk mund ta shpjegonin plotësisht në atë kohë. Rrezatimi, i padukshëm, i heshtur dhe i pamëshirshëm, kaloi nëpër ajër, tokë dhe lumenj. Ata që menduan se kishin mbijetuar, filluan të ndjejnë simptoma të çuditshme brenda orësh. Lëkura e tyre u skuq dhe u formuan fluska. Flokët ran, gjakderdhja e brendshme filloi. Ata nuk e dinin ende, po vdisnin nga diçka që bota nuk kishte parë kurrë, sëmundja nga rrezatimi. Mjekët do ta përshkruanin më vonë si murtajen e padukshme. E pastaj, erdhi ajo që vendasit e quanin Kuroj Ame, shiu i zi. Rreth orës 9, ndërsa re kërpudhave vazhdonte të ngrihej, qielli u errësua. Pikat të rënda filluan të binin, të thella dhe me vaj, duke lënë njolla të zeza mbi gjithçka që preknin. Mbijetuesit thanë se barte një erë të çuditshme, metalike, të djegur dhe të hidhur. Ata që pinë shiun për të shuar etjen, do të binin pa pritur sëmur. Analiza e mëvonshme do të zbulonte se shiu i zi ishte i mbushur me bloz, pluhur dhe rënje radioaktive. Nuk ishte shi nga qielli, por helm nga qielli. Mes kësaj maktheje, u raportuan fenomene të çuditshme, detaje që sfidonin logjikën. Orët u ndalën në momentin e shpërthimit, duart e tyre të ngrira përgjithmonë në orën 8:15. Hije u gëndendën jo vetëm në mure, por mbi shkallë guri, pemë dhe madje tokë. Një raport fliste për një burr që qëndronte në një shkallëzare, konturi i tij i djegur në murin pas tij, gjurma e vetme e mbetur e ekzistencës së tij. E pastaj ishte djegjet flesh, modele të çuditshme që u shfaqen mbi lëkurën e njerëzve. Drita nga bomba ishte aq intensive sa zbardhi rrobat dhe lëkurën në sekonda. Njerëzit që vinin kimono me modele u lanë me shtypa lulesh të djegura mbi mishin e tyre. Ata me rroba të ngjyra të çelta vuajtën më pak se ata me të errta, sikur ngjyra vet të vendoste mbi jetesën. Shkencëtarët që mbërritën më vonë do të luftonin të shpjegonin shkallën e plot të dëmit. Bomba kishte jo vetëm shkatruar materjen, e kishte ndryshuar. Gurët shkëlqenin dobët për ditë. Hije mbetën të gdhendura mbi sipërfaqe si negative fotografike. Vet ajri duke i ngarkuar, jo normal. Raportet e dëshmitarëve okular kapën tmerrin dhe kujtimet të fragmentuara. Një infermiere e re përshkroi të shihte një grua duke mbajtur atë që mendoi se ishte një foshnjë, vetëm për të kuptuar se ishte një cop lecke e djegur. Një ushtar kujtoi lumenjtë e mbushur me trupat, ujin duke u kthyer i zi. Një tjetër i mbijetuar kujtoi vetë qiellin, jo bluma,
por një përzierje rrotulluese gri, e kuqe dhe portokalli, sikur dielli të ishte zvullësuar me diçka të gjallë dhe të zemëruar. Edhe shkencëtarët amerikan, pasi dëgjuan në raportet e para, u tronditën. Të dhënat te i kaluan çdo pritshmëri. Bomba kishte lëshuar shkatërim shumë përtej parashikimit. Megjithatë, shumë aspekte të pasojave i hutuan. Si disa struktura pranë qendrës mbetën pjesërisht në këmbë, si hijet mund të gdhendoheshin përgjithmonë, si shiu i zi binte në zona milje larg. Mjekët dhe priftërinë tabones regjistruan çfarë pan. Shënimet e tyre të mbushura me fjalë si vetëtima nga askundi, erë që diqte dhe lumenj që zienin. Disa të mbijetuar betuan se dëgjuan një uturim të thellë dhe të ulët çaste para shpërthimit, një dridhje në gjoks që dukej se vinte nga vetë toka. Nëse ishte imagjinat, presion atmosferik apo diçka përtej shkencës, askush nuk mund ta konfirmonte kurrë. Hiroshima kishte bërë laborator të gjallë të panjohurës, një qytet i kthyer në paradoks shkencor, ku koha, temperatura dhe materia kishin sjell ndryshe për një çast të verbër. Ata që zvarriteshin nga rënojat atë ditë nuk dinin ende se po ecnin nëpër hi radioaktive. Nuk mund të kuptonin pse flokët e tyre filluan të binin, ose pse ndiheshin me ethe, të marrë mend dhe të dobët. Mjekët nuk kishin fjalë për atë që po dëshmonin, e quajtën sëmundja e bombës. Orë më vonë, shiu i zi ende binte, duke mbuluar qytetin. Era e mishit të djegur dhe e kimikateve varitej në ajër, dhe lart mbi shkatrimin, re kërpudhave vazhdonte të zgjerohej, një lule monstruoze vdekje duke lulëzuar mbi Hiroshimën, duke shënuar pikërisht momentin kur njerëzimi kaloi një vijë nga e cila nuk mund të kthehet kurrë pas. Në ditët pas bombardimit, Hiroshima nuk ishte më një qytet. Ishte një peizazh heshtjeje, rënojash dhe hijesh që flisnin më fort se fjalët. Por ndërsa të mbijetuarit luftonin të kuptonin çfarë kishte ndodhur, mijëra milje larg, po bëhej një lloj lufte tjetër për kontrollin e së vërtetës. Shtetet e Bashkuara dhe komanda e tyre ushtarake kuptuan menjëherë se Hiroshima ishte më shumë se thjesht një fitore ushtarake. Ishte një mesazh, një demonstrim fuqie, dhe me atë mesazh erdhi diçka që e frinin më shumë se vetë Japonin: indinjata publike, kontrolli moral dhe pasojat e panjohura të armës së tyre të re. Kështu, ndërsa zjarret ende tymuzonin dhe të vdekurit ende shtrinin pa u varrosur, urdhrat e parë u lëshuan. Kufizoni të gjitha informacionet. Ajo që ndodhi në Hiroshimën do të tregohej vetëm pjesërisht, e kontrolluar, e rishkruar, e menaxhuar. Brenda orëve pas bombardimit, ekipet e inteligjencës amerikane filluan të mblidhnin raporte, fotografi dhe pamje filmike nga avionet zbulues që fluturonin mbi rënojat. Imazhet ishin tmerrsime, bloqe të tëra qyteti të fshijera, trupat të ngulitur në gur, të mbijetuar që endin pa qëllim nëpër shre të tira të hirit. Por këto imazhe nuk do të arrinin kurrë tek publiku, u klasifikuan menjëherë. Kur presidenti Truman nënjoftoi bombardimin për botën, toni i tij ishte triumfues. E përshkroi Hiroshimën si një bazë militare të madhe dhe pretendoi se sulmi ishte menduar për të shmangur vrasjen e civilëve. E quajti një hap i nevojshëm për t'i dhënë fund luftës. Fund luftës dhe shpëtuar jetë. Por ata që dinin të vërtetën, pilotët, shkencëtarët, mjekët në terren, dinin se qyteti kishte qenë i mbushur me civil, dinin se arma kishte bërë më shumë se shkatëruar ndërtesa, kishte rishkruar ligjet e jetës dhe vdekjes. Sërish në Japoni, situata ishte më e keqe nga sa mund të kishte imagjinuar dikush. Të mbijetuarit, ose hibakusha siç do quheshin më vonë, vuanin nga djegje që nuk shëronin, gjakderdhje nga mishrat e dhëmbëve, të vjella dhe etje që i vrisnin ditë pas e dukeshin mirë. Mjekët ishin të hutuar, nuk kishin parë kurrë diçka të tillë. Disa mendonin se ishte një murtaje e çuditshme, të tjerë një lloj i ri gazi helmues. Askush nuk dinte se po dëshmonin efektet e ekspozimit ndaj rrezatimit. Forcat e zënjes amerikane që mbërrinin javë më vonë pan vetë shkatërimin, morën fotografi, mblodhën mostra dheu, kockash dhe mbeturinash. Pastaj urdhëruan studiuesit japonez të dorëzonin të gjitha gjetjet e tyre. Arsyeja ishte e thjeshtë. Askush nuk donte që bota të kuptonte tmerrin e plot të bombës atomike. Gazetat në Japoni u censuruan.
Fotografëve ju ndalua publikimi i imazheve të vdekurve ose të qytetit të shkatëruar. Gazetarët që u përpoqën të raportonin mbi sëmundjen nga rrezatimi u shuan. Ata që nuk bindeshin u arrestuan. Autoritetet e zënjes amerikane e quajtën kontroll informacioni, por të mbjetuarit e quanin ndryshe, fshirje. Madje edhe termi rrezatim u ndalua nga përdorimi publik. Njerëzve që vdisnin nga ekspozimi u thuaj se sëmundjet e tyre ishin stres mendor, keq ushqyerje ose lodhje lufte. Spitalet u mbushën me viktima, por asnjë njohje zyrtare nuk u dha për atë që shkaktonte vuajtjet e tyre. Shkencëtarët në Tokyo, që u përpoqën të studionin efektet e rrezatimit, dokumentuan fshehurazi gjithçka që mundën përpara se oficerët ushtarak amerikan t'u kapnin regjistrat. Shumë nga ato dokumente u zhdukën për dekada. Ndër historitë më trokëllitëse është ajo e doktor Michiko Hachiya, drejtori të Spitalit të Komunikimeve të Hiroshimës. Ai mbante një ditar personal, duke shkruar vëzhgimet ditore të pacientëve, lëkura duke shmirë nga trupat e tyre, gjakderdhja e brendshme, flok duke rënë dhe një erë misterioze kalbësie që varej mbi qytetin. Ditari i tij nuk u botua kurrë deri shumë vite më vonë, gjatë kohë pasi censura u hoq. Ai shkroi: "Nuk mund të përshkruanim atë që pam. Fjalët nuk ekzistonin ende." Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara po ndërtohej një narrativ tjetër. Shtypi lëshoi raporte të ndritshme rreth suksesit të bombës atomike, duke theksuar domosdoshmërinë e saj ushtarake. Kronikat e lajmeve treguan grafik të animuara të shpërthimeve, por asnjë imazh të vuajtjes njerëzore. Popullit amerikan u tha se ishte çmimi i paqes, se Hiroshima kishte qenë një objektiv legjitim dhe se bomba kishte dhënë fund luftës shpejt. Pak e vunë në dyshim. Edhe më pak e dinin çfarë ishte fshehur. Por disa e dinin. Një gazetar i ri amerikan me emrin Wilfrid Burchett, duke sfiduar urdhrat ushtarak amerikan, udhëtua fshehurazi në Hiroshim, një muaj pas bombardimit. Ishte raportori i parë perëndimor që hyri në qytet dhe pa të vërtetën me sytë e tij. Duke ulur mes rëninave, shkroi raportin e tij me një makinë të vogël shkrimi dhe e dërgoi Londrës. Artikulli i tij fillonte me një fjali të ngjethshme. Shkruaj këtë si paralajmërim për botën. Burchett përshkroi viktimat duke vdekur pa plagë të dukshme, sëmundjen misterioze duke u përhapur nëpër spitale, erën e vdekjes ende qëndruesi në ajër. Ai e quajti murtajën atomike. Qeveria amerikane e diskreditoi, duke e quajtur historinë e tij propagandë. Thanë se nuk kishte sëmundje nga rrezatimi, asnjë vdekje të vazhdueshme, vetëm gënjeshtra japoneze. Por raporti i tij nuk mund të fshihej plotësisht. Kishte arritur tashmë gazetat e botës dhe për herë të parë njerëzit filluan të pyesnin çfarë kishte ndodhur me të vërtetë në Hiroshim. Por pas skenës, mbulimi vazhdoi. Në vitin 1946, SBA-ja krijoi Komisionin e Rasteve të Bombës Atomike, zyrtarisht për të studiuar efektet afatgjata të rrezatimit mbi të mbjetuarit, por gjetjet e komisionit nuk u përdorën për të ndihmuar viktimat. Kërkimi u krye, mostrat u mbjodhen, por trajtimet nuk u ofruan. Hibakusha u bën subjekte në një eksperiment të cilit nuk e kishin rënë dakord kurrë. Për vite me radhë, të mbjetuarit e Hiroshimës jetuan në heshtje, ishin të braktisur nga shoqëria, të friksuar si ngjitës dhe të harruar nga ata që i kishin bombarduar. Nuk mund të flisnin për atë që kishin parë, sepse të folurit nënkuptonte ndëshkim. Nuk mund t'i tregonin plagët e tyre, sepse dhimbja e tyre ishte e bërë pa dukshme. E vërteta e Hiroshimës, e vërteta e plot, mbeti e varrosur nën censur, politik dhe turp. Nuk ishte deri vite më vonë, kur fotografitë finalisht dolën në sipërfaqe, kur të mbjetuarit filluan t'i tregonin historitë e tyre, që bota filloi të shihte çfarë ishte fshehur vërtet. Jo vetëm një sulm ushtarak, por shtypja e qëllimshme një njërit nga momentet më të errta të njerëzimit. Një heshtje që zgjati më shumë se tymi që u ngrit mbi rrënojat e Hiroshimës. Ndërsa hiri i Hiroshimës u vendos dhe tymi u largua, diçka e çuditshme filloi të shpalosej pas dyerve të mbyllura. Një betejë jo ushtarësh, por shkencëtarësh, qeverish dhe agjencish inteligjence. Bomba atomike kishte bërë më shumë se të dhënë fund një lufte. Kishte hapur një kuti pandore pyetjesh për të cilat njerëzimi nuk ishte gati. Çfarë ndodhi saktësisht brenda asaj blici verbues? Cilat ishin efektet afatgjata? Dhe ndoshta pyetja më shqetësuese e të gjithave,
A ishte Hiroshima thjesht një test? Bota u tha se bomba e hedhur mbi Hiroshim, me nofkën Little Boy, ishte një armë e thjesht e bazuar në uranium, një mrekulli shkencore të fuqisë shkatrimtare. Por për dekada, shushërimat kanë sugjeruar se kishte më shumë se zbulon në regjistri zyrtar. Dokumentet dikur të klasifikuara flasin për eksperimente sekrete të kryera nën maskën e fitores, të dhëna të mbledhura jo për të shëruar, por për rafinimin e armëve. Hiroshima nuk ishte vetëm objektivi i parë, ishte laboratori i parë. Në pasoj, ndërsa sëmundja nga rrezatimi u përhap dhe të mbijetuarit vazhdonin të vdisnin, shkencëtarët amerikanë mbërrinin me qetësi në rënoja. Nuk ishin mjek që ofronin ndihmë, ishin fizikant, biolog dhe oficer mjekësor ushtarak duke mbledhur mostra. Lëkura e djegur, kockat, organet dhe flokët u mblodhen dhe dërguan jashtë vendit për analizë. Studiuesit japonez, të dëshpëruar për të ndihmuar viktimat, urdhëroheshin të bashkëpunonin, por ndaloheshin nga publikimi i findjeve. Pse sekreti? Sepse çdo matikje, çdo mostër gjaku ishte më shumë se të dhëna mjekësore, ishte inteligjencë. Qeveria amerikane donte të dinte saktisisht çfarë mund të bënte arma e tyre e re, sa larg udhëtonte rrezatimi, sa thellë penetronte dhe si vriste. Nuk studionin të pasmen, po përgatiteshin për të ardhmen. Vite më vonë, kur dokumentet e deklasifikuara filluan të dilnin në sipërfaqe, u zbulua shkalla e vërtet e kërkimit pas bombës. Projekti Manhattan nuk mbaroi në vitin 1945, evolua në programe të reja, të cilat kërkonin të kuptonin ekën atomike jo vetëm nëpërmjet ekuacioneve, por nëpërmjet vuajtjes njerëzore. Operacioni Crossroads, operacioni Sandstone dhe më vonë operacioni Ivy. Çdo test bërthamor tërhiqej nga të dhënat e mbledhura në Hiroshim. Vuajtja e popullit të saj u bë themeli i shkencës bërthamore siç e njohim. Dhe megjithatë, mes kësaj ndjekjeje të ftohtë të njohurive, diçka tjetër po ndodhte, diçka që askush nuk mund ta shpjegonte qartë. Të mbijetuarit filluan të raportonin fenomene të çuditshme, bim duke rritur me shpejtësi jo normale, kafsh me mutacione, njerëz që ishin ekspozuar ndaj shpërthimit, por nuk u sëmurën kurrë, dhe të tjerë larg qendrës që vdiqën brenda ditëve. Shkenca nuk kishte gjithmonë kuptim. Ekspozimi ndaj rrezatimit duhej të kishte ndjekur modele të parashikueshme, por Hiroshima dukej se sfidonte logjikën. Disa studiues besojnë se shpërthimi lëshoi më shumë se rrezatim standard ionizues, ndoshta lloje të reja grimcash energjetike ose efekte të paregjistruara nga fisioni i uraniumit. Të tjerë sugjeronin se gjeografia unike e Hiroshimës, forma e saj e basenit dhe atmosfera e lagjësht amplifikoi ose ndryshoi rënien e bombës. Por një teori e përshpëritur mes shkencëtarëve japonez dhe e bërë jehon më vonë nga studiuesit perëndimor, sugjeroi diçka më shqetësuese, se Hiroshima ishte një eksperiment i dhënash i projektuar për të matur saktësisht ato të panjohura. Para bombardimeve, vendet e testimit në shkretëtirën e Meksikës së Re kishin zbuluar tashmë çfarë do të bënte shpërthimi ndaj strukturave dhe rërës, por çfarë ndaj qenjeve njerëzore. Dokumentet nga diskutimet e kohës luftës mes shkencëtarëve dhe planifikuesve ushtarak tregojnë se Hiroshima u zgjodh jo vetëm për vlerën e saj ushtarake, por për terrenin e saj, kushtet e motit dhe popullsinë e saj të dendur civile, faktor ideal për studimin e efekteve atomike. Me fjalë të tjera, Hiroshima nuk ishte thjesht një objektiv, ishte një eksperiment në kohë reale. Dhe kur gërmoi më dellur në vijën kohore, shfaqen rastësi të çuditshme. Avionët amerikanë fluturuan misione zbulimi mbi Hiroshimën ditë para sulmit, duke marrë fotografi të detajuara të planimetrisë së qytetit. Ndryshe nga qytetet e tjera japoneze, Hiroshima u kursye me qëllim nga fushatat e mëparshme të bombardimeve me zjarr. Ndërsa qytete si Tokyo dhe Osaka u dogjën, Hiroshima mbeti e paprekur, e papërlyer, pothuajse sikur po ruhej për diçka. Pastaj, me 6 gusht 1945, u fqi në qast. Implikimet janë rrokëllisëse. A mund të jetë se Hiroshima u zgjodh jo për t'i dhënë fund luftës, por për të matur fillimin e diçkaje shumë më të madhe, një epoke të re të eksperimentimit njerëzor nën petkun e fitores. Shkencëtarët që punonin në degën mjekësore të projektit Manhattan, si ata në seksionin mjekësor të rrethit Manhattan,
vazhduan të studionin ekspozimin ndaj rrezatimit shumë pas luftës, jo vetëm mbi viktimat e Hiroshimës, por mbi popullata të pashquar gjetivër. Nga minierat e uraniumit dhe deri në ushtarët e ekspozuar ndaj rënies gjatë testeve bërthamore, të dhënat gjithmonë gjukonin pas në Hiroshim, studimin origjinal të vuajtjes bërthamore. Por shkenca nuk u ndalua aty. Të dhënat e Hiroshimës ndikuan projektet e hershme të luftës së ftohtë, përfshirë krijimin e bombave hidrogjene dhe strehuzave bërthamore. Madje studimet e hershme të NASA-s rreth rrezatimit referoheshin ndaj të dhënave nga modelet e rënies së Hiroshimës. Hija e atij shpërthimi të vetëm u zgjat në çdo kënd të shkencës pas lufte, duke formuar mjekimin, fizikën dhe politikën militare. Megjithatë, pas çdo punimi shkencor, çdo eksperimenti, çdo raporti të sanitizuar qëndronin fantazmat e Hiroshimës, njerëzit që nuk dhanë kurrë pëlqimin, fëmijët që vdiqen vite më vonë nga leukemia, nënat që lindën fëmijë të sëmurë, punëtorët që pastruan gërmadhat radioaktive pa ditur çfarë po frynin. Dhimbja e tyre u bë pika të dhënësh në një garë globale për fuqi. Dhe ndoshta kjo është e vërteta më nqëndjellëse, jo vetëm çfarë bëri bomba, por si u përdorën njohuritë që ajo krijoi. Deri më sot, shumë nga kërkirmi i mbledhur nga Hiroshima mbetet i klasifikuar. Shënimet origjinale të ruajtura nga arkiva me qasje të kufizuar madje edhe për historianët. Ne dim vetëm fragmente, shkëlqime të një sekreti më të madh. Ajo që nuk dim, ajo që mbetet ende e fshehur, mund të zbulojë sa thellë u ndërtuan ambicjet bërthamore të botës mbi atë shkatërrim të asaj dite. Misteri i Hiroshimës nuk ka të bëjë vetëm me atë që spërfeu në qiell atë mëngjes, por me atë që vazhdoi shumë kohë pas, në laborator dhe dosje sekrete, në heshtjen e të mbjetuarve dhe në pranimin e qetë se zbulimi më i madh i shekullit të 20 nuk erdhi nga një laborator, por nga një tragjedi. Vija midis shkencës dhe tmerrit u turbullua përgjithmonë, dhe jehona e atij momenti ende dridhet nëpërmjet çdo vendimi bërthamor të bërë sot. Ndërsa arrim fundin kësaj udhtimi të panjohur, një e vërtet qëndron mbi të gjitha. Hiroshima nuk ishte kur thjesht një ngjarje e ngrirë në vitin 1945. Ishte momenti kur njerëzimi kaloi një vijë që nuk mund ta kalonte mbrapsht. Një blic i vetëm drite që ndriçoi jo vetëm qiellin mbi Japoni, por cepat më të errta të ambicjeve tona, moralin ton dhe ndjekjen ton të fuqisë. Për dekada, historia e Hiroshimës u tregua në fragmente. Bomba, fitoria, paqja që pasoi. Por në narrativin oficial qëndronte një realitet më i thellë dhe më nqëndjellës. Bota nuk po dëshmonte thjesht fundin e një lufte, po dëshmonte fillimin e një lloji të ri lufte, një të luftuar me heshtje, sekret dhe shkencë. Qeveritë fshihnin të vërtetën, shkencëtarët mateshin vuajtja, dhe të mbjetuarit mbajtën plagët e padukshme të rrezatimit shumë kohë pas zhdukjes së tymit. Bombardimi i Hiroshimës u paraqit si domosdoshmëri, një fund tragjik, por të justifikuar ndaj konfliktit. Megjithatë, ndërsa kaluan vitet, ndërsa të mbjetuarit folën, ndërsa dolën dosjet e klasifikuara, u formua një pamje tjetër, një manipulimi, e eksperimentit, e njohurisë të nxjerrë nga agonia. Ajo që ndodhi me të vërtetë më 6 gusht 1945 nuk ishte thjesht shkatërrimi një qyteti, ishte rishkrimi i historisë njerëzore nën pretekstin e progresit. Rënojat e Hiroshimës u bën klasdhom, viktimat u bën të dhëna dhe kufijt moral të njerëzimit u rihoqën. E vërteta u berros nën propagandë dhe ajo që u humb nuk ishte vetëm jeta, por besimi. Besimi në udhëheqje, në shkencë dhe në idenë se njohuria do të shërbente gjithmonë të mirës. Megjithatë, edhe përmes gënjeshtrave dhe censurës, diçka mbijetoi. Zërat e hibakushas, të mbjetuarve që refuzuan të linin heshtjen të fitonin. Historitë e tyre u bën prova e gjallë se nën çdo deklaratë oficiale dhe çdo raport të sanitizuar kishte njerëz hymor që vuajtën, qëndruan dhe kujtuan. Ata kthyren dhimbjen në dëshmi dhe transformuan Hiroshimën nga simbol shkatërimi në paralajmërim për botën. Sot, ndërsa kombet vazhdojnë të ndërtojnë armë që mund të shkatrojnë qytete në sekonda, hija e Hiroshimës shtrihet më larg se kurrë. Nam kujton se progres pa ndërgjegjes